Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës ka shpallur antikushtetuese 12 ligje të miratuara nga Kuvendi gjatë legjislaturës së kaluar. Të gjitha këto ligje bashkë me 3 të tjera që kanë kaluar testin e kushtetueshmërisë dhe kanë mbetur në fuqi ishin kontestuar nga Partia Demokratike e Kosovës. Sipas aktgjykimeve të Gjykatës Kushtetuese, Kuvendi ka shkelur një sër nenësh kushtetuese gjatë procesit të miratimit të këtyre ligjeve. Përfshirë parimet e formës së qeverisjes dhe ndarjes së pushteteve, vlerat themelore të rendit kushtetues, ushtrimin e funksionit të deputetëve, respektimin e rregullorës së punës së Kuvendit, si dhe rolin dhe funksionimin e komisioneve parlamentare. Ligjet e shfrytëzuara janë ligji për shërbimin e pagesave, ligji kundër dukurive negative në sport, ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit. Ligji për provimin e maturës shtetërore, ligji për banim social dhe të përballueshëm, ligji për kontabilitet, raportim financiar dhe auditim. Ligji për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor, ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për prokurorinë speciale, ligji për inspektoriatin qendror të trashëgimisë kulturore, ligji për financimin e menaxhimit të resurseve ujore, ligji për inspektoriatin qendror të mjedisit, ujrave, natyres, ndërtimit si dhe mbrojtjen nga rrezatimi dhe siguria bërthamore, ligji për lojrat mëzvetare.